Ta nisim nga 10. Kur bëhe vajzë dhe djalë 10, djalë dhe vajzë 9, 2 goca 8, 2 djemë ishte 5. Sepse problemi është që djemë që rritë një familje pa vajzë... Prandaj jemi në të njëjtin krah. Kjo nuk është nga unë, kjo ka qenë... 2 djemë që rritë një familje, që unë dojë komplementoj mamatë sepse ato do heqin picirë. Se kisha pyetin tu. Jo, më të gjojnë sekundë që ndodhë, se tani do dalë direkt e pyetja jote. Ata djemë, duke pas mungesën e motrës, ata kanë një problem me njofjen e vajzave. E kupton me njofjen e botës vajzave. Dhe zbutja e tyre shumë e vështirë. Dhe nese, dhe kur të kenë një vajzë brënda, që do shikojnë që kjo që themë... Jo, më ka në mua mirë ka thënë. Okas, pyetja ishte, nëse kosa duan 200 kë, 50 kë, këto, quna, qa duan quna? Nuk duan që duan një gocë kukull, që ta kenë aty si manekin në kran, nuk duan një njeri që të ketë mundësin të argumentoj, të diskutoj, të flasë me ta, të flasi për gjëra me vlerë, duan vetëm një manekin ta kenë në kran, se tani këto gocat, këta djemë, ku i kanë gjetur? Këtu jemi këtu jetojmë. Nuk është se janë gotat ato që e kanë përgjegjësinë dhe fajin, pse shoqëria është ndërruar kështu. A janë këta çuna pa mendje fare? Pra, kur them s'kan mendje fare, s'kan mendje, domethënë nuk dinë ç'a duan më. Absolutisht i ke rënë kohë. Është fikse vërtet kjo. Ata nuk duan, jo nuk dinë ç'a duan. Jo, çunat janë më dyshje gjithkohë. Jo, moment që ata duan, nuk janë më ata çunat që janë më dyshje, po dinë të ndahen saktë. Por puna se është shtyrë, njerëzit nuk kanë kuptu i gjë, shtyrë një 10 vjeç. Nuk është më mosha 20 vjet ajo pigurie i një djali, tani është 30 e pak. Kur je martuar ti, zotri? Unë 29, po unë isha i veçantë në llojin tim atë. Po, ti ishe përjashtim. Tani Jo, sa ishte vjet më Kjeja fatin, jo për Sa vjet që martohen tani? 39. Djali im i madhi është bërë baba 24 vjeç. Po. Edhe mua më kapi... Ke rast unik. Po, më kapi pak paniku. Po kam tjetrin 30 vjeç që nuk vendos, do me thënë, ose... Do plasi buzën ai. Ose kërkon modelin... Jo, nuk është puna aty, ata kërkojnë modelin e nënave. Se nëna thot punon, nëna bie lek në shtëpi, nëna s'vjen pa një gjë në dorë, do me thënë... Ku ta gjejmë Meri në Tiranë, mi Meri? Gjendet e dyta? Nëna ato s'po duan se ato po tunën, prapë. Absolutisht. Gocat kërkojnë modelin e babait, vajzat kërkojnë djemt kërkojnë modelin e nënës. E shoh djalin e madh shumë i kënaqur se më thot mami, ajo ka shumë gjëra që të ngjan ty, për shembull mënyra si gatuar, mënyra e të hekurosurit, punëve të shtëpisë. Megjithatë unë e kam mësuar djalin të edhe djali ta ndihmojë nusën, do me thënë, ata të shtunën duhet bëjnë të 2 punë të shtëpisë, jo vetëm nusja. Ky është